Një galeri arti e themeluar nga familja Qahili me iniciativën e artistit Eshref Qahili është hapur në vitin 2013 dhe është emëruar Galeria Qahili. Për vjetori 12 i galerisë vjen si një udhtim ndër vite ku shpaloset koleksioni i përzgjedhur përplot me art, emocione dhe krijimtari, e cila është shoqëruar me muzikë të përzgjedhur. Për të 12-ën, ekspozita festive vjen si një reflektim poetik për marrëdhënien e njeriut me natyrën, frymën krijuese dhe hapësirën e artit. Unë jam tepër i kënaqur dhe i gëzuar po ashtu që mbrina në 12 vjetorin e hapjes së kësaj galerie. Sigurisht ato që thatë dhe ju nuk ka qenë bashkëlet me mbajt galerinë, shkaku që thjesht galeria nuk është që t'jep lek, t'jep pare, por gjithmonë duhesh me investu, por unë këtë punë e kom ditë që nga fillimi, po më vjen mirë që këtu ka pas ekspozita dikon afër 100 ekspozita, 100 ngjarje, qoftë ato kolektive, qoftë ato personale, anë tjetër si artista kanë marrë shumë pjesë nga Kosova, jashtë Kosovës, nga Evropa e Magjan. Pra, ka qenë një dritare ose një vend, me thonë kështu, që është promovu arti, edhe besoj që të gjitha ekspozitat që kanë qenë e kanë pas veçantinë e vetë, pavarësisht që disa nga artistat kanë pas ekspozita edhe në Prishtinë edhe në Tiranë, por punë të cilët e kanë ekspozu këtu kanë qenë më të veçanta ose enkas, ose ne i kemi përzgjedhur, ose ata i kanë përzgjedhur ato punë të cilët nuk janë ekspozu. Për vjetori 12 i themelimit të Galerisë Qahili, shpalosi kujtimet e shumë artistëve dhe miqve të Qahilit, të cilët e vlerësojnë lartë punën dhe përkushtimin ndër vite, njëherët edhe kontributin që kjo galeri ka dhënë në zhvillimin e artit në përgjithësi. Profa ka qenë shumë i përkushtuar në këtë projekt, me realizu këtë galeri, këtë atelier të punës. Unë do ta quaja shtëpia e parë e profës, e imja e treta, sepse pas RTK-s vjen edhe kjo galeri. Me të vërtet më kujtohet si sot kur kishte fillu profa themelet e kësaj shtëpie. Pastaj më kujtohet para 13 vjetësh kur ende ishte e gatshme. Profa insistonte që të pritet viti i ri këtu pa dritare, pa asgjë tjetër, vetëm një stufë, edhe thëke do të shkojmë ta kalojmë mbrëmjen këtu të natën e vitit të ri. Sëm po pres të hapim, sigurisht para 12 vjete ka qenë një emocion i veçantë edhe për mua, se e dija që prova për realizon një ëndër, edhe asë një dit nga jo dit s'ka pushu me aktivitete, me ngjarje shumë të rëndësishme, me artist shumë të mëdhaj nga gjitha trojet, ndërkombëtar, sidomos, ka pas emrat njoftun, edhe sot po m'janë shumë mirë që po i shoh këto punime të provës, shumë të mira, me shumë motive të ndryshme, sidomos ato nga vendlindja, nga ku vi edhe unë. E përgëzoj, e uroj edhe nitën edhe gjithë familjen, sepse kanë qenë të përkushtuar, që thojmë, i madh dhe i vogël. Kur po e mendoj që pas kanë shku kaq shumë vite, shumë shpejt, po që nga fillimi kam qenë edhe jam pjesë edhe e shoqënisë e familjes Qahili. Në këto vite ka pas shumë ekspozita domethënëse, gjithmonë me një, prandaj besoj që kjo galeria e ka marrë, e ka një emën goxha të mirë, me punën dhe përkushtimin e unë e them e gjithë familjes. Jo vetëm të profesorit, të shrefit, po edhe të nitës, po ashtu edhe të Valdetës dhe Lumit. Kështu që i uroj shumë suksese edhe në të ardhmen, edhe le të vazhdojnë në këtë hap, janë shumë mirë.
Galeria Qahili ka qenë një mundësi e mirë dhe ka qenë për çdo artist. Do të thonë këtu ka dhënë mundësia edhe artistëve të ri, po edhe artistëve, sikurse artistëve me gjeneratave të vjetra, me emën, por edhe artistëve të ri, stileve të ndryshme. Këtu kanë marrë pjesë artist të secilës gjenerat. Do me thonë ju ka mundësus secilit të prezentohet në këtë galeri që mendoj që është një galeri mjaft prestigjioze dhe është nder dhe krenari për çdo artist të ekspozoj këtu. Kom pas fatin edhe kënaqësinë që edhe unë të jem pjesë e kësaj galerie, të isha pjesë e kësaj galerie me ekspozitën time me dy kolegët e mia, Barda Buzën dhe Vjosa Bujarin. Me shrefim jem gjenerat, fakultet, po ashtu, edhe shumë jem shoqëruar gjatë to para luftës dhe pas luftës. Pas luftës më shumë për shkak se atëherë ishte një situatë tjetër para luftës. Edhe krejt kohën ishin shoqënimi rreth galerive, rreth ekspozitave. Shrefin e shoh ka qenë çdo herë aktiv, sidomos pas luftës. Mbi një dekadë veprimtari, Galeria Qahili përfshin një gamë të gjerë artistësh në koleksionin e saj, ku diversiteti luan një rol të rëndësishëm. Gjithashtu është një vend ku promovohet bashkëpunimi ndërmjet artistëve dhe institucioneve, duke ndërtuar karriera të ndryshme artistike, ato ekzistuese dhe të reja, kombëtare dhe ndërkombëtare. Dhe këtu më kanë ndihmu vajza, Nita është ajo që ka udhëheq këto aktivitetet e fëmijëve edhe më të rriturve, do të thotë disa aktivitete, disa punëtori, qoftë grafikës, qoftë pikturës, të vizatimit e kështu me radhë. Pra Nita është ajo që i ka, do të thotë, është për kujdes dhe i ka organizu, sigurisht unë i kam ndihmu atë pjesën time sa mund ka taku, pra thjesht me një mënyrë mendoj që ka qenë e hapur për të gjithë ata që e dojnë artin dhe ata që dojnë me kontribu në zhvillimin e artit. E vërteta është që ka pasën disa ekspozita, për shembull nga Amerika, kanë qenë dy artiste edhe të njoftura, John Collins edhe një emër tjetër mjaft e njohur, anë tjetër nga Kipër ka pasën, nga Turqia ka pasën nga Franca, ka pasën nga Shqipëria, mos përmendi se Shqipëria, Maqedonia janë pjesë e jona, pra thjesht ka pasën nga gjitha anët e botës, po them, ekspozita e kam fjalën personale. Se kështu kolektive ka pas një numër tepër të madh në ekspozitën siç është e Hijet e Bardhës, që kemi një termin Hijet e Bardhës që bëhet në dhjetor, aty marrin pjesë ka 100 artista me punime të vogla, që mendoj që është një verzion i ekspozitës apo i prezantimit të punëve në një format të vogël, mjaft interesante dhe mjaft atraktive për publikun dhe për artistat të cilët marrin pjesë. Galeria Qahili ka kontribuar në zhvillimin dhe vlerësimin e artit duke pasqyruar rolin e tij në mënyrë kritike dhe krijuese, po ashtu frymëzon kreativitetin, edukimin dhe argëtimin nëpërmjet artit dhe kulturës, duke ofruar një hapësirë për hulumtim ndërdisiplinor, si dhe prezanton ekspozita të rëndësishme duke fituar respektin dhe vëmendjen e publikut vendor dhe ndërkombëtar. Pra, kum pas një besim që do të realizojmë ekspozita, do të hapni këtë derë, tamam me qenë derë e madhe për artista, tamam derë e madhe për zhvillimin e artit, me çka jam shumë i bindur që do të vazhdojmë. Vjen mirë që një përkrahje të tillë, po përmendi pra familjen, si jashtë asaj që Valdeta, gruaja, e përkrah, po të njëjtën kohë po mirë që është e vajza dhe djali janë më të përkrah se sa na vetë që iniciojmë këtë punë. Pra, mendoj dhe shpresoj dhe jam i bindur të gjitha ato po i përmendi që ky rrugtim i kësaj galerie do të vazhdojë më tutje. Ku ka më mirë se sa të trashëgohet arti dhe të kemi mundësi që edhe në vazhdimsi brezave të rinj të shpërfaqim vlerat të tilla. Mendoj që vetëm me art na mund të shtymi me Evropë edhe më tutje, me sende tjera nuk mundem. Me art besoj që ka tek ne ka artista shumë të mirë, të ri,
Po jo në ato matë vjetët që kanë qenë shumë të mirë, po jashtë asaj që nuk ka mujtë me ekspozu jashtë, por tash është një rrethana tjera që lëvizjet e kemi pak e shumë atë lira, artistët janë tepër të mirë edhe besoj që të ardhmen kemi me lulëzu, me artë edhe me prezentu veten dhe kombin tonë. Pa përkrajen e radios, e televizioneve, të RTK-s posaçërisht dhe po edhe të tjerëve, edhe të tjerë mediume të tjera, po edhe portaleve të tjera, gazetave, fillimisht që kanë qenë, pa përkrajen e tyre sigurisht nuk ishim me qenë këtu që jemi. Pra çdo lëvizje që kemë bë ka qenë një paraqitje përmes televizionit, përmes aktiviteteve që ne i kemi bë, qoftë unë personalisht, qoftë aktivitete që kemi bë përmes një galerie, pra ka qenë një prononcim bajgi i mirë, një përkraje tepër e mirë dhe shumë e sinqert nga RTK-ja, nga ju si gazetare posaçërisht, me qenë se tash po shfrytëzoj rastin po përmendi se edhe lëvizjet që kemi bë edhe në Kalabri, ju keni qenë pjesë e kësaj lëvizje, pjesë e atij aktivitete të cilë kemi bë përmes galerisë edhe atë ku kemi qenë atje. Pra, të gjithë këto zakonisht arrin me miq, me dashamirë, po të njëjtën kohë edhe me televizionet që përkrajnë edhe t'japin hapësirë publike. Përgjatë këtyre viteve, Galeria Qahili ka organizuar ekspozita të ndryshme, biseda me artist, punëtori dhe mini rezidenca si dhe programin e edukimit, ku përmes këtyre ngjarjeve ka promovuar jo vetëm artistët vendor, por edhe ndërkombëtar, duke ndihmuar në zhvillimin e mëtejshëm të artit dhe komunikimit ndërkulturor.